Përshëndetje miq të emisionit Glamour, një takim tjetër ky i radhës. Është diela gjithmonë e rezervuar për takimet tona në diskutim, ata të cilët i sjellim gjithmonë temat shumë interesante të shkëputura nga kultura. Sot kam vendosur që nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë, të udhtojmë drejt qytetit të Prishtinës. Atje do të ndalemi me një kult, me një të veçantë, sepse është një prej pikave shumë të rëndësishme të kryeqytetit, po dhe të vendit, aty ku mbledh të gjithë artistët kombëtar dhe ndërkombëtar. Do të flasim për Galerinë Qahili, do të na ndaj vetëm sigla dhe një mini profil i diskutimit radhës. Galeria Qahili është një galeri arti e themeluar në maj të vitit 2013. Kjo galeri i kushton vëmendje procesit të krijimit si dhe zhvillimit të mëtejshëm të kapitalit kulturore shoqëror brenda grupeve të ndryshme shoqërore. Galeria Qahili organizon një gamë të gjerë aktivitetesh artistike, si ekspozita, punëtori, rezidenca afashshkurte, biseda me artistë si dhe programin e edukimit. Ajo synon të jetë një vend gjithëpërfshirës, ku diversiteti luan një rol të rëndësishëm, një vend ku është i pranishëm promovimi i bashkëpunimit ndërmjet artistëve dhe institucioneve, kombinon karrierat e ndryshme artistike, ato ekzistente dhe të reja, kombëtare dhe ndërkombëtare. Galeria Qahili ka një gamë të gjerë artistësh si pjesë të koleksionit të saj. Kjo galeri ekziston për të krijuar, mbrojtur dhe promovuar artin, për të edukuar dhe angazhuar publikun përmes arteve vizuale. Misioni i saj hulumton mbi lirinë artistike dhe zhvillimin e marrëdhënieve unike midis prodhimit dhe konsumit të artit. Ky mision do të arrihet me anë të 4 vlerave strategjike: të zhvilloj një mirëkuptim me vlerësim të artit, duke kapur rolin e tij kompleks brenda shoqërisë dhe të perceptoj pasqyrimin e tij në botën gjithnjë në ndryshim në mënyrën kritike dhe krijuese. Është një vend që frymëzon kreativitetin, edukimin dhe argëtimin nëpërmjet artit dhe kulturës. Në lidhje të drejtë për drejtë kam përfaqësuesen, koordinatoren dhe drejtoreshën e kësaj galerie, Nita Qahili. Ashtu si që kam paralajmëruar, këtë linjë të drejtë për drejtë e nisim drejt qytetit të Prishtinës, aty jemi bashkë me Nita Qahilin. Galeria Qahili ka vend veçantë sot në kuadër të emisionit Glamour. Nita, përshëndetje! Përshëndetje, qysh jeni? Faleminderit mirë. Besoj ju kemi gjetur në një kohë të lirë, sepse duke pas parasysh që galeria të merr shumë kohë me të gjitha angazhimet të cilat ti i bën aty, unë do të shkëpus për një moment për publikun shqiptar në Maqoni dhe më gjerë për të marrë disa nga informacionet e kësaj galerie. Fillimisht kam theksuar që është një kult i cili është ngritur nga familja juaj artistësh në vitin 2013, apo jo? Po, e kena hapë me 6 maj 2013, që është dita e Shëngjergjit, dita ku krejt gjallëza që në tokë, krejt bimët, insekte që ka të dalin në sipërfaqe, po të jetë në poshtë edhe dhënia së në. Që janë 2 elemente që për neve si në aspektin historik, po edhe në aspektin kulturor të mënyrës se qysh kena jetu gjatë si shoqëni si shqiptar, atëherë ka pas një rëndësi që këtë do, me qenë që është në shënjërin e karrierës. Një datë shumë interesante, po dhe me historikun shumë interesant të datës lidhur kjo galeri. Kur ndalesh dhe mendon për vite sa funksionon kjo galeri, ka tubuar artist kombëtar dhe ndërkombëtar, ashtu si që kam theksuar fare në fillim, emra të njohur të cilët kanë zgjedhur pikërisht të Galerinë Qahili.
pse është Galeria Qahili kaq e veçantë për kryeqytetin, pse kjo galeri gjithmonë është kaq duar hapur për ardashësit dhe për ata të cilët e kultivojnë pikërisht artin, dhe jo vetëm piktorët, skulptorët, po dhe botuesit e librave mund të gjejnë hapësirën e lirë aty, dhe të tjerët të cilët ne do të ndalemi një nga një për t'i theksuar. Nita, ma thuaj pak të nismën e të madhit e Shref Qahili. E ke qenë gjithmonë pranë ti, besoj, ë? Gjithë. Duke përkrahur. Po. Unë kur kom qenë e vogël, unë kom nejt për babin tepër shumë. Kena disa fotografi kur kom qenë e vogël, i këqyr punimet, tu ushtyp me në aspektin e punimeve, ju kjo e keqe, ju kjo e mirë, kjo është punimi jem, nuk punësh me janë dikujt. Edhe ka marrë në për ekspozita, në për aktivitetet të artistave, në karomen e të artistat, veç janë edhe me qëtë familjes. Edhe ka që gjithërë që kjo përvoja shumë interesant me po bashkëpunime në artistave, me po punën e artistave, po krimtarin, edhe kriçanet që i kanë brana e qesin në anë të artit. Po, Nita, ma thuaj pak përkundër Shkupit që janë galerit në gishta për t'i numruar, Prishtina ka pak më tepër dhe janë më të frekuentuara, besoj, e kishte Prishtina të nevojshme këtë galeri në kohën kur u formua? Ka pas nevoj. Si cili vend ka tepër shumë nevoj për një galeri në momentin që veç ka popull, bëjegi shumë, ka lëvizje shumë, ka shumë punë aspektin e bizneseve, edhe vë një hapësin tjetër ku kime kalu një kohë që ka me ik prej qati realiteti që veç jetu e po që asaj rutinës që veç e ke kriju. është ndër galeritë e para që i këna në qytet. Normal, vitet e 90-ta ka pas galeri, po jënë qelë dhe nuk është që ka vazhdu që ajo vazhdimësia që ishtë është në qenë në artë një galerisë. Po më nej, kur nalë është me mendu dhe me reflektu është shumë normale për shkak se me majtë një galeri është bëjë ki problem, nuk është diçka që ka me të cilë të tim, po në anën tjetër është diçka që për neve është një hobi. është një knajtësi që përveç që për vizitorët i hek për qasoj për diqëshmërisë, edhe neve në largon për qasoj rutinës e për diqëshmërisë që veç e kena bu. Çdo herë është knajtësi kur shef artista, kur takon artista dhe diskuton dhe shef mundësit të qysh mund është me bashkëpunu. Edhe kur e kena hap 2013-ën, fillimisht ka babi, po në normale ka blet tokën, kena ndërtu një atelier të babi që ka qenë 2 katë. Në ndërkohë të e pa që është hapësina e madhe dhe është mundësia për me ofru hapësina edhe artistave tjerë me ekspozu, që prej vene, që prej rajone, që prej veneve tjera të botës, atëre kena buke, pëse s'pe hapë njënin ka të galerie dhe ka të tjetër me luan atelier në studion e babi, që e vëton është ndër galerie, i bjen si subterren me qenë, se është gjys top, gjys podrum, edhe kena vendosur të hapim galerinë, cila është do ata që ne nuk na pëlqen, që është maji. Pse? Arsyet veç të tregova që është do me thonë shumë Gjergji, është dita e Skënderbeut, është dita që krejt sa në dalin sipërfaqe, edhe krejt detajet që janë momentalisht në galeri, edhe pse kena renovu dynjen mas pandemisë, është hap, kam përfundu një ditë para se me hap në galeri. I kena 2 mozaika që edhe pse i kena renovu galeri nuk i kena hek, kena rrujt e kena lëviz veç për me rrujt qatë pjesën, elementin që neve nga ka majtë 2 javë në stop bashkë, të risot në arritmi në koska të fundit mozaikët, edhe i kena përfundu një ditë para hapjes së galerisë, edhe të nezër më që është aranjhu ekspozita me punimet e babi që me reflektu në që atë se është u inicu për një artistit që është e bajt edhe emrin dhe me të mundet galeria, edhe kena fillu udhëtimin tonë me me gjithë këtë, unë e kuptoj që synimin të cilin e keni pasur fare në fillim të hapjes galerisë, ju e keni arritur, apo jo? Po, e kena arrit për shkak se për e që atyrshit në karat tepër shumë sene me po, tepër shumë sene me po. Po më në babi që ka qeni njoftun edhe mami ka qeni njoftun në qëtë pjesën e kulturës, në pjesën e shoqënisë, po unë i kom pas 20 vjetë atëre kur e kena hap, edhe ka ndru tepër shumë sene. Mundë me thonë që aspektin e infrastrukturës mas pari kur e kena hap galerin, ka qenë hallapome.
rruga nuk ka qenë e shtrume, ka qenë lloç. Njerëzit veshin afet të na që të diskutojshim jena tepër të lumtur që janë të na përkro për me arritë me majtë në galeri. U boj infrastruktura, ndroj ambienti i galerisë, ndroj mahalla, është një konsideru si pjesa e re e Prishtinës, edhe e kena pa që të rytësimin, e kena pa që edhe shoqëria mas 13 vjetëve që veç e kena hapë, ja ka nisë me dasht shumë e shpirti për aktivitete, shumë e mbështet pjesën e artit dhe të kulturës. Është një fushë që është nashta pakës ma e limituar në aspektin që mundën njerëzit me unë pakës ma tërhekur, për në anën tjetër edhe artit pamore janë pakës ma specifike në aspektin e shijes, edhe e shofim që ajo shprehia që kena pas që me ndru qatë rutinë që menë që me shku në kafe, me pini kafe, vjen galeri e viziton galeri. Vjen i shëtë disa e takon një artist, një interesu për punime, nuk dhe është me printu punime për internetit, për të në pasit punim original, qofë me arkitektin tonë që veç këtë shetë me ta po interierin e shpis tonë dhe ose banesës, po të njëtë në kohët e vetë që vjen edhe gjithë punimin që me këshur që dhe kur ullësh edhe të në relaksu. Edhe ka qenë një proces, një shndrim i sjelljeve i mënyrës shprehjes në shoqërinë tënde në Kosovë, po besoj që edhe ka shumë të rajo, për shkak se kena bajë shumë në Maqedonisë, në Shqipëri, edhe pjesën e Lëvizjes së Prishtinës. Po, Nita, kur ndalesh e mendon, galeria tash është më një qendër ku i takon gjithë artistët kombëtar dhe ndërkombëtar. Që nga 2013 kur futesh në web faqen e Galerisë Qahili, lexon emra të njohur të cilët janë dëshmuar për punën e tyre ndër vite. Ju bën kjo që të ndjeheni edhe më mirë për zgjedhjen e tyre lidhur me galerinë? Kur ata vendosin që të jenë pjesë e galerisë tuaj? Me ekspozita, me promovime librash, me... Po, tepër shumë. Është një nga ndjenjave më të mira. Nuk është që jam të thonë kështu për me u lazdru ose diçka, po kena tepër shumë përvoja ndryshme me artista, sidomos artista ndërkombëtar. Për shkak njënën prej detajeve ta tregoj, ka qenë hijet e bardha njëna prej ekspozitave tradicionale që bëna dhe ka qenë me artista të fotografisë. Normal, artistat e vendit, artistat e rajonit, fotograf do me thonë në fokus që kam profesionin e fotografisë, dhe unë isha me pas artista fotograf ndërkombëtar. Edhe jina bona një listë artista e fotograf, i kontaktova një pjesë e madhe aty në veç pranun që ishin artistë e fotograf që veç kishin marrë çmime të njohura në përbot edhe me ke çudit që në të ma kthyer me dhe ra, okay, a jo me sukur që kom shumë çati artistit. Njëri prej artistave që kontaktuam ka qenë Stuart Clipper, punët e tij në për muzeet tepër të njohura në për Amerikë, edhe na ka bërë fotografi bajë shumë në pjesën antarktike. Edhe po na çon fitojna mundesh me na dërgu fotografi na i printona për shkak që mos më pas kost juve, për shkak se na nuk mundemi të mbulu kostet e transportit. Edhe po një nuk ka lidhje, unë kam ju dërgu punimet. Edhe i ka qu punimet, i ka paketu, edhe i ka nisë. Drejtëshim punimet nuk janë, edhe ajte ke punimet që shëndosh marë, se kanë thonë që për një avi. Edhe mas një kohë po na qonë një email, po vjen keq, po punimet janë kthy. E janë kthy, po na qonë fatet edhe do me thonë ai çka ka bërë, e ka ndu një stiker me flamurin e Kosovës që ka ardhur përmes Serbisë në momentin që në Beograd e kanë po flamurin e Kosovës, ata e kanë kthy përmes postën që është të marrë posta do me thonë që ajo për Rusia në Kosovë. Edhe me një farë forme, përveç që kena arrit me pasi që ka në aspektin politik në Serbi në këtë rast ose në vendet e tjera, kena arrit me pasi që shpimon është me ty bajgë shumë barjera për një të kore me nësi një farë urejtën ashtë dhe një farë gjithë të matë madhe me ata që veç nuk i ki raportet e mira, po në anën tjetër që ata janë që ty të shty me marë me bodë shumë sene që në një farë forme me një milion me ra të poshtë edhe në zhvillim. Po, Nita, kur flasim për këtë trekëndshin, më pëlqen gjithmonë ta theksoj dhe t'i vë një theks veçantë mes Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit, unë besoj që galeria ka bërë një ndërlidhje të shkëlqyer mes artistëve.
Do më theksosh disa prej këtyre momenteve, sepse janë disa prej momenteve të cilat vërtet janë për të theksuar në kuadër kësaj bisede. Po, kena pas artiste dhe më tonë për Macedonisë, dhe më tonë Atë Beqiri, që është njëri për artistave më të mirë që është në shqiptar në Macedoni, Boran Ahmeti me Fejk Muskovicin, edhe Nevzat Kisa që veç kam pas ekspozitat në 2 vitet e kalume. Ka qenë Valentina Stepanovska, që i ka disa skulptura fenomenale me Onyx. Edhe kena pas non-stop artista që veç kanë marrë pjesë në për ekspozita kolektive ose edhe në për koloni që veç kena organizu qoftë Lugin, qoftë në Prishtinë. Edhe prej Shqipënisë ka qenë Mustafa Arafi, njëri prej meqve të galerisë që kanë buje gjatë kohës së pandemisë. Abdurrahim Kujtim Buza, që është djali i Abdurrahim Buzës, Buron Kaceli, Sadik Spahia, e plot meq që do me thonë në momentin që kudo që shkona qoftë Shqipëri, qoftë Maqedoni, na bjen i taku artistat edhe me diskutu që pjesën e bashkëpunimit tutje. Njëna prej momenteve që është reagi interesant se lidhet me pjesën e komunikimit me vendin në vend është kur ka të organizu shumën artistave fakulti në 2013 në Lugin Preshevës, në Bujanosë dhe në Preshev. Mustafa Arapi ka qenë jeni prej pjesëmarrësve dhe e ka arru pasoshin, dhe më të nuk ka mund në Serbi, edhe si këti zyrtar në shtetasit e Shqipërisë, është në ardhë ka Macedonia me i në Kumanov, dhe tek në Kumanov Presheve, mane i ardhë me i që dhe një këtë pjesë. Edhe jena dashur ma nëvru me një farforme me gjithë lidhje në kufit të Serbisë me Kosovën për me mujtaj me i pa dokumente. Edhe bëshëm, dhe vëto, Mustafa Arapi ka rritë të falisht me po që shkrimjen edhe ndërlidhen e aktivitetit, për një të kohë edhe me veprimin e tij se nuk ka hi pa kur farë kufine zyrtar ose jo zyrtar për me arrit me qenë pjesë aktivitetit.
krejt çto shkëmbime me krejt artistat e çdo trokashit kanë qenë tepër të mira për shkak se çdo herë artistat kanë qenë të gatshëm për të bashkëpunuar, kanë qenë të gatshëm për me ndihmu me arrit një rezultat, po të njëjtën kohë edhe kanë pas tepër shumë bagazhin e tyre që kanë arritur me ndo me njerëzit qoftë që kanë qenë artista ose nuk kanë qenë artista kur kanë ardhur në Prishtinë, kur i kena prit për vizita në studiot e Babi ose edhe në galeritë na. Po është një sen që jam tepër falënderuese për shkak se është njëra prej elementeve që neve na shtyr edhe na ndihmon për me vazhdu tutje me pas këtë bashkëpunim. Nita, kur ndalesh e mendon të gjitha këto vështërsi në moment fundit që i paraqitet një artisti, vërtet mund ta komplikojnë pak situatën në momentin, por që kur uleni pastaj në tryezë dhe i diskutoni gjithë këto që i keni kaluar, ju bëjnë edhe për të qesh, besoj, ë? Po ti, do të thonë janë çato momentet, po ne si çdo herë njëjtë, ato që janë më komplikumet ose që ta prishën një farë disponimit, mani mas 2-3 oreve që elementet që që token pjesa më e mirë e krejt që di aktiviteti që veç është në po. E tani, Nita, unë duhet ndalem dhe një moment tjetër shumë i rëndësishëm i cili vërtet më ka lënë përshtypje në momentin e parë që e kam takuar në formë të drejt për drejt nëpërmjet ekranit. Galeria Qahili ndërton histori me të gjitha aktivitetet të cilat ata sillen brenda kësaj galerie, por që një moment shumë i veçantë që kjo galeri i kthehet historisë dhe e kujton në natën e zjarreve me 36 orë të rezistencës, është ky një moment të cilin ju e keni regjistruar në formë shumë interesante. Ma spjego pak ideja e kujt ishte dhe si arritet ta realizoni, sepse edhe atë natë ka pas shumë artistë të cilët kanë qenë pjesë e kësaj nate të zjarreve, siç e keni quajtur. Po, nata e zjarreve për mua është festa shtetërore e Kosovës. Nuk është dita e Evropës që po vjen shumë keq për thonë, po më e them, nuk ka lidhje, po është njëna prej ditëve që nuk ka nevojë me festu se për shumë në Evropë nuk e beston. Edhe është njëna prej ditëve që ty të bën me reflektu në pjesën e historisë vendit tonë, në pjesën e historisë çato që na e kena përjetu. Une, kur ka qenë lufta, une moj mend që ka pas 6 vjetë, 7 vjetë, sa pa ta fillu shkollë klasën e parë, edhe kur patëm këty do me tonë Kosovë, masi se ta përfindu lufta, patëm shku me gjyshën edhe babin e vllon në Prekas, edhe me paset çka ka ndodhur edhe pak a shumë me mësu për çato sene që veç ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Kur kena shku, nuk më isha me besu se qysh mundë njerëzit e qenë qatë qëtlik edhe me marrë me vra komplet një familje, me shkatru, me djeg edhe me pa plumat komplet muret e shtëpisë. Çdo herë, çdo vjet që janë organizu, ka qenë njëna prej elementeve që une ka rënqet në një farë forme, për shkak se ta rikujton një të kalume të hidhur, për në anën tjetër është një të kalume që neve na ka bu qëtë që e kena me pas. Një farë lumturie që na e kësojna qëta, është një liri, një harmoni, që si shoqni të je i lumtur, një domosdoshmërisht në aspektin personal më në shpesme që jeni lumtur, për nëse e merë me në qyrë që kanë hek prind tonë, kusheret tonë, gjyshat tonë, vitet e 90-ta, para viteve të 90-ta që s'ka mund të konë Kosova Republikë, qëta është të ndonë kërkush në vjana me të nalë me Shtimburg nëse të tush Kosova Republikë. Edhe të isha prindë mamit edhe babit, po du me festu, po du me shënu, po du me ju falëndëru krejt njerëzve që kanë hup jetën gjatë luftës, po të njëjtën kohë dhe familjes jasharave, për shkak se janë njëna prej familjeve që kanë bo buj për me mujt me arrit në veshën e tjerëve në kuptu se çka është ndodhur të na. Edhe nata e zjarreve normal mohet çdo vjet në Prekas, që ato datat e njëjta që dhe na i kena bu 4-5-6 mars. Edhe tash po du me pru natën e zjarreve për Prekasit në Prishtinë. Kena me des plakadanat, ceremonia një që qysh bëhet atje, po kena me bu një ndrem prej asaj qysh zakonisht është, po du me pas edhe video të pamive të familjes e jashareve, që paga shumë të shifet në që fotografinë, edhe qërat që i kena dhez në formë të homazhit që zakonisht dhezën për lutjet të ndryshme që më në dikush me dashtë një shprej.
Edhe mrenda në aty në galerisë kena vendosur punimet e parë që i kanë shënimin e luftës në Kosovë. Nuk janë vrashta, nuk është që ka qaf, nuk është që ka njerëz të mbytur, po në aspektin abstrakt është jam ende gjallë, është Kosova gjallë ku që nuk falet që vjen për një poezi sa një Podrinjas, është kënga e fundit në epe është Pramera, është pjesë e ciklit Stinët, edhe në një farë forme pa marrë parasysh çka ka ndodhur, unë komo jam gjallë. Kosovën sa do gjak që kam u tërë, nuk kena me ta falë. Këngën e fundit na e kena këtu, po vazhdojna me qëndru stoik, edhe apet vjen Pranvera. Krejt që ky aktivitet, krejt që çdo zjarre jo përcjell me muzikën që i ka miksu flow, ato loshi, edhe kanë qenë muzika që ka qenë e lumtur, do me thonë që të kanë ma djetë pra qytetare që i kena në Shqipart, edhe aty këtu jam përcjell në zhurmën e pushkave, luftës që veç ka ndodhur në Kosovë, edhe ma një fund është përfundon me cicërimat e zotëve që përfundoi lufta krejt edhe cicërimat vazhdojnë edhe jeta vazhdon. Na nuk jena të rigdur, jena të vazhdojnë. Kështu që është diçka që për neve është simbolike, për neve si familje që ai është tepër e rëndësishme. E di që gjeneratat e reja ka nevojë halon shumë me mësu se çka kanë ndodhur gjatë luftës së e dytë, domosdoshmërisht e di heka që i kanë pas njerëzit, shoqëria jonë. Po edhe kretë një krizën që juve në Maqedoni edhe në Shqipëni e keni bo, po në anën tjetër është diçka që duhet me qenë falenderuese dhe me bashkëpunëtje, me luftu, mu eduku, mu arsimu edhe me arrit, me reflektu në që atë që veç e kena. Nita, më ka lënë shumë përshtypje edhe prononcimi i gjithë atyre të cilët kanë qenë pjesë pikrisht në natën e zjarreve, mendojnë kështu si ti? Po. Se di, nuk e di juve a ju ka ra me shkute nata e zjarreve, nuk e di a ju ka ra as me pyet, po është diçka që ja vlen me pa dhe ja vlen që krejt vende. Po, e kuptoj. Në vendet në Kosovë, s'paku me festu, edhe s'paku se cila familje më thjesht ka një plakadan para shtëpisë çato ditë edhe me çdo familje shqiptare kudo qoftë ajo në botë e përjeton në të njëjtën mënyrë. Po. Nita, ndrojmë pak temën për të kaluar në diçka të fundit në të cilën ti ke qenë pjesë edhe e emisioneve të shumta televizive dhe ke thënë zëshëm që është diçka që ty të ka pëlqyer shumë pikërisht zhurma e artistëve të cila është organizuar së fundmi apo jo. Ka qenë një bashkëpunim ky si erdhi realizimi i zhurmës së artistëve? Zhurma artistave është bo 2013 për e të parë, të më tonë që kjo kolonia artistave pa përpit, po fjalla koloni nuk është të pëlqen shumë, edhe është një farë rezidence, po në anën tjetër është një farë kolonie që shkon për një vendin tjetër, edhe të bën qatë teritorin tonë vazhdo në punu, të risa batësh në vendin tjetër. E kena bo në Lugin Preshevës, për shkak se babi është prej Preshevës, edhe mami është për Dianoce. Edhe kena do është me shu artista atje, nuk ka që ka artista dhe ndodhë normal, po nuk është që ka shumë artista që kanë ardhur prej Kosovës, ose prej Maqedonisë, ose edhe prej Shqipërisë me shku edhe me pa mënyrën e jetesës kulturën që është atje. Nuk është që dallon shumë prej pjesës tjetër ku jetojnë shqiptar, po është vere secili vendi ka ato traditet edhe mënyrën e jetesës drejtën. Edhe e bënëm atje, ka qenë njëna prej përvojave më të mira që e kena bo, për shkak se ka halon shumë njerëz që vazhdojnë edhe përmendin. Unë kur e keni bo koloninë e artistave, kur kanë ardhur artista, kanë dalë jashtë në rrugë, kanë pazar, si gjithë, edhe kanë pikturu pa unë pa ju marrë, për shkak se marrja është një farë stigme të na që vazhdojnë me qëndru bëjë shumë. Të jetë aktuale, besoj. Po, edhe mandej kena po dhe vitin tjetër, do të tonë shumë 2014, edhe mandej për shkak të kushteve financiare, mungesave, limitimeve, atëherë kena vendosur në bartë në Kosovë, ku i kena marrë në galeritë të na, në qytet në Prishtinë, artistat kanë dalë qytet që ju ka përshtuar të ju ka komenuar aty, dhe mandej vendosëm apet mas 3-4 vjetë me bu, me organizu do me tonë në galeritë të na.
Po, kësaj radhe ke pakës më ndryshe për shkak se na nuk siguru materiale, nuk është që kishim mundësi me siguru materiale që duan për artista, është që kretë artista që veç kanë ardhur dhe ka qenë pjesë e punëtorisë kanë kriju aty. Do që artista që veç kanë ardhur kanë pas mundësinë për me ndru ambientin edhe me kriju diçka që veç dallon prej krejt formave të ndryshme të krijimtarisë. Ka qenë interesant për shkak se ka pas edhe shkrimtarë që veç kanë shkruajt gjatë kësaj zhurme, ku galeria përveç që është një galeri, është ndruar në një formë të një studio, një atelie edhe ka arritur të kriju. Është diçka që kisha pas qejf me vazhdu të ndjej, më specifikisht një herë në vjet, por me qenë disa herë gjatë vitit, ka një javë, 2 javë, edhe pse kësaj radhe bëna një muaj. Po shpresura që verës ka me qenë pakës edhe ma lezet, shkak se koha ka me ndru nxehtë edhe harmonia është pakës, është një farë gjallënie veç qytetë kur ishe qëndrimin e kur ishe zëq ma shumë, atëherë vjen që me kriju ma shumë. Po, me sa e kuptoj unë, ka qenë galeria e hapur gjatë tërë ditës, derisa të gjithë këta artistë kanë qenë pjesë edhe e punëtorisë, edhe e shkrimeve, dhe të tjera aktivitetet të cilat janë organizuar, apo jo? Po, do me thonë ka qenë të ditën, prej orës 9 deri në orën 6 edhe ka zgjatur për 1 muaj. Do me thonë shtu në dimën normal, ka qenë kushdo që është dashur me lajmëru kur të çfarë, po gjatë ditëve të javës ka qenë kushdo që e kam pas kohën. Mendoj edhe nuk është që kena bu në aktivitetë specifike, hajde te këto me punu ose diçka je i ftu, kjo që ka qenë afër për këndo që diçka shkretër. Po, më kalon shumë përshtypje një moment i ciklit Nuse, është një mënyrë shumë e veçantë e punuar, Anita. Më fol pak për këtë cikël. Cikli Nusja është një punim prej babit, që do me thonë është Qailit, edhe ka që punon në format të ndryshme ndër vite. Çdo herë që kjo nusja në herë se ka një sy, në herë se ka 2 sy, ose goja i mungon, po çdo herë e ka një qëndrim statik që tregon që unë jam në pritje të tjerëve, të musafirëve, të familjes, të fëmijëve, po çdo herë kena me festu, për shkak se nusja është një farë simboli i anës së festës që është ndodhur në familje, është krijimi i një jetës tre që nuk ta reflekton ndaj element tjetër përveç jetë, do të thonë se marrim formën njerëzore të njëjtsheve që kena. Edhe në çet formë, do të thonë reflektohet që kjo e lëvizje edhe pse është statike, e nusës që është këtu arrit me kriju qatë harmoninë, qatë rrethin e vet, edhe jetesën e re, po të pasi përfaqet e bardhë, një qëllim sigurt edhe të fortë që unë jam që jam edhe vazhdoj me qëndru, edhe me krejt elementet që e bojnë karakterin e secilit person, secilës grup që veç i ka tipare që e bojnë me dallu prej njëra tjetër. Po, duke pas parasysh që vitin që lëm pas, artisti Eshref Qaili ka regjistruar edhe 50 vjetorin e karierës, apo jo, Nita? Po, bile ka pas të ekspozitën e qifte Hamam 2027, edhe ka qenë një ekspozitë e gjeni rëhapsina ka që ti përri. Po, Nita, çfarë është aktuale hapur në galerinë tuaj për momentin? Momentalisht kanë hapur një ekspozitë Voice of Roma Ashkalian Egyptian, një ekspozitë ku trajtojnë mënyrën e jetesës, kushtet edhe që atë që përjetojnë komunitetet në Kosovë, për të formë në rajon, edhe kam e qëndruar apo deri më 7 prill, dhe tani vazhdojna me pjesën e prezantimit të koleksionit të galerisë, për shkak se neve si galeri kena 120 artista pjesë të koleksionit, edhe ideja është që sa më shumë e shtuar përpara që pjesën e koleksionit që kemi këtë vit, edhe mandej për një qëshure kena një ekspozitë të një fëmis, që është një artist i ri, ka 10 vjet, edhe dëna me testu një qëshure në ekspozitën.
Ishte kënaqësi Nita të kem në këtë linjë të drejtë për drejtë këtu, brenda në studio, për ta transmetuar bisedën deri tek shikuesi ai i cili po na ndjek. Por që takimin ton të radhës duhet ta bëjmë atje në galeri. Po gjithçysh, me shumë qejfi pres. Të falenderoj shumë për kohën të cilën ti e ke ndarë për ne dhe për të gjitha informacionet të cilat ti i ndave për shikuesit. Faleminderit edhe juve, ju uroj një javë të mirë e shihemi në galerinë. Shumë suksese! Faleminderit. Ka qenë kjo në linjë të drejtë për drejtë, drejtoresha e galerisë Qahili nga Prishtina, vetëm sigla dhe do të shkëputemi. Miq, ka qenë kjo e gjitha që kishëm servuar sot për ju, duke ju lënë një takim sigurisht të dielën e ardhshme me një të ftuar tjetër dhe me një diskutim interesant të cilën do ta përcjellim deri tek të gjithë ju. Ju uroj sigurisht një javë të mbarë dhe deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.